Thuhet që pas prindit, mësuesi është përcaktues në edukimin e personalitetit të fëmijëve. Ndaj për këtë një kujdes të madh tregon pikërisht mësuesi, por ne haruam që kemi edhe gjyshrit. Ishte kjo një temë që më intrigoi për të intervistuar një studente që kishte zgjedhur pikërisht një temë që kishte përfshirë gjyshrit në të. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Fatbarda Golikja, përfundova vitin e 3 arsim mësuesi parashkollor. Kam punuar temën e diplomës me titullin Ndikimi i gjyshërve në zhvillimin e fëmijës. Pse pikërisht e kishte zgjedhur këtë temë? Kam zgjedhur këtë temë sepse gjithmonë në zhvillimin e fëmijës, familja ka peshën e vet kryesore, por me familje brezat e rinj kanë nënkuptuar vetëm atë familjen e vogël dhe nuk kanë nënkuptuar një familje të zgjeruar dhe tradicionale siç kanë qenë familjet në Shqipëri, që do të thotë një familje kompletuar me prindrit, me gjyshrit, të cilët kanë pjesën kryesore dhe themelore në edukimin e fëmijës dhe prania e personave të tjerë në familje. Qëllimi i kësaj teme ka qenë të japi një vlerë bashkëjetesës së brezave në familje. Familja shqiptare është një familje tradicionale ku jetojnë 2 ose më shumë breza dhe patjetër që në formimin e individit ka vlerën e tyre secili person në familje dhe gjyshrit janë ata që tregojnë origjinën e individit. Janë një kaluar shumë e bukur në jetën e fëmijës dhe të prindërve të tyre. Po, a keni asur ndonjë problem gjatë temës në lidhje me marrëdhëniet fëmijë, gjysh dhe prindër? Të punosh këtë temë ka qenë shumë e vështirë. Sepse kjo temë nuk është hasur shpesh të jetë punuar nga psikolog, nga sociolog dhe nga specialistë të tjerë, është një fenomen që nuk pranohet hapur në grupin e vëzhguar, sepse metodologjia e zbatuar për punimin e kësaj teme ka qenë vëzhgimi. Në një grup fëmijësh të moshës 2 deri në 6 vjeç të arsimit parashkollor. Dhe vështirësia ka qenë sepse kjo temë ka patur mungesë literature. Është një fenomen i pranishëm në shoqërinë tonë, po jo i diskutuar dhe i studiuar. Dhe mëtej jo i pranuar si konflikt. Realisht ekziston konflikti brezave dhe një studim më i mirëfillt do t'i bëjë mirë jo vetëm këtij grupi, po dhe ne edukatorëve që të di mendimin e specialistëve se si të zbutet ky konflikt midis brezave. Atëherë të shpresojmë që me diplomimin tuaj, si ju edhe të kolegëve të tjerë, do të zbuten pak disi problemet në edukimin e fëmijëve tanë. Shumë faleminderit, unë dua të bëj një falenderim të veçantë, më falni, për pedagogen time të psikologjisë dhe udhëheqësen e diplomës, Anisa Subashi, e cila më ka dhënë shtysën kryesore që me anë të mësimit dhe të teorisë së zhvillimit të japim shpjegimin e fenomeneve të përditshme. Pedagogen tjetër të edukimit qytetar Kostanca Kasapi, e cila i ka dhënë një vlerë të madhe familjes. Dhe këto pedagoge më kanë shtyrë dhe më kanë ndihmuar që unë ta realizoj këtë temë diplome, sepse siç e thash, ka qenë e vështirë për një mungesë të literaturës. Dhe deri tani nuk ka një studim të mirëfillt ku vërtet ne të dim problemet dhe kryesorja të dim zgjidhjen e këtyre problemeve dhe si duhet sillemi me fëmijët dhe si duhet të bashkëjetojmë të gjithë brezat në një familje pa patur konflikte. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit juve.